Dhe me thonë, unë nuk jap Fatmir Limajt, e lyp koalicion për ti. Shembull, nga kjo është hipokrizi, është kurth që është dush shuje, kjo është hajgare. Domethënë hajgare me bo me komplet spektrin politik në Kosovë. Kjo është konfirmimi i tij zyrtarisht që ky njeri s'ka interes për me gjetë zgjedhje. Po, për ty, a është ky opcion real? Është opcion real, po është shumë vështirë mu marrë vesh kushtrim. 3 parti është shumë vështirë. Kishtin gjithçka në rafshin parimor, mundën mu marrë vesh, po aty nuk ka veç rafsh parimor, aty ka dhe rafsh ashtu ama ti mu që të pozit, jo në petë du kriministër, jo Allah mu ministër në eksim, aty është bajegi vështirë, me vetëvendosjen ashtu është vështirë mu marrë vesh. Të shikon këtu parti tjera se këshin bu problem, po me vetëvendosjen vështirë pak që ashtu mu marrë vesh, si në pazar të kjerëve. Pra ndaj është sy të vështirë. Desha vetëm t'ja kujtoj Fidanit që nëse për shembull letë është Fidan me këshyra Albin Kurti ja ka seriozisht. Veç votoja Albulenën. Po jo më pse me voto Albulenën. Edhe këshyra për formon qeverinë. Çfarë arsye? Pse mos me voto? Pse mos me voto? Po du me bosh qeverinë e opozitës. Zoti pozicion procedural. Se Albulena është pozicion që hin në marrëveshje politike, nuk është betim i deputetit, është kryetari i kuvendit. Po me i marrëveshje politike, po këta s'po dojnë. Ska marrëveshje politike. Jo, kush po thotë që s'po dojnë. Jo, kush po thotë që s'po dojnë. Unë mendoj që ka opsion. Po dhe, ja ka opsion. Ata që dojnë po i përjashton. Ata që dojnë. Ata që dojnë bash qeverisje po i përjashton. Sepse pikërisht këtu tregon që ai s'po don me bo qeveri. Le ta thret PDK-n e shet çusha dojnë as. S'po don për shkak parimeve tjera. Çfarë parimi me LDK-n? Çfarë LDK me hi? E pse LDK me hi? LDK-ja ko ka njëjtë si pas tere si Cili është arsye LDK-s me hi në koalicion me vetëvendosje? Na ma tregon. Qeverisja, për çato që ka marrë zgjedhje. Atje pushrimi që ka bërë Seniti. E ulat farkallausin politik që ka lënë LDK-ja.